Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shkojmë drejt mbylljes edhe kësaj dite, vëllezër të dashur, të agjerimit. Lusë Zotin që të na e pranojë inshallah. Por momentet e iftarit duhet të priten me dhikr, me përmendjen e Zotit xhallal xhelaluhu. Duhet të priten duke kënduar Kur'an. Dhe na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se era e gojës së agjeruesit është shumë e dashur tek Zoti xhallal xhelaluhu, më e dashur se sa misku. Orët e agjerimit janë orët e dashura tek Zoti xhallal xhelaluhu, orët e faljes, orët e mëshirës Zotit xhallal xhelaluhu. Kërkoni falje Allahu xhallal xhelaluhu, sidomos në momentet e iftarit. Allahu xhallal xhelaluhu ka premtuar se do pranoj lutjet, kërkesën e faljes. Ne dim që jemi gabimtarë si njerëz, vazhdimisht gabojmë. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, gabimtari më i mirë është ai i cili kërkon falje, pendohet tek Zoti xhallal xhelaluhu. Edhe netët apo ditët e Ramazanit janë ditët më të mira për t'i kërkuar falje Zotit xhallal xhelaluhu. Allahu na fal, Allahu na fal, Allahu na fal, Allahu na mëshiroft. Allahu na i pranoft agjerimet tona. Zoti e pranoft për gjithë ju, Zoti ju bekoft. Dhe Zoti inshallah do të çregistrojë emrin e secilit prej njerëzve nga banorët e xhenemit në banorët e xhenetit. Shpresojmë tek Allahu xhallal xhelaluhu, i cili na urdhon të thotë, kur mos e pritni shpresën prej mëshirës së Allahut, dhe ne shpresojmë tek Zoti xhallal xhelaluhu. Assalamu alaikum.